Ne përkojmë edhe me ditë të Shëndot, është ditë e martë dhe shihet që qyteti i Laçit është i mbushur me pelegrin. Është e marta e fundit para festës së Shëndot, e cila kulmon edhe me ditën e Shëndot, për që ku kulmon edhe pelegrinazhi më i madh i 13 të martave të pelegrinazhit Kishës Shëndot. Bashkia Kurbin ka një plan masash që harton bashkë me policinë e shtetit, me drejtorinë vendore të policisë Lezhë, me komisariatin Kurbin, ku merren masat për gjatë pelegrinazhit, edhe për gjithë vitin, por edhe për këto 13 të marta, por futet edhe me një plan masash të detajuar edhe për ditën e Shëndot, e cila kulmon me 13 qershor. Ne presim me mira pelegrin që të vizitojnë Kurbinin edhe Kishën e Shëndot për të kryer ritet e tyre e fetare, po pse jo për shijuar edhe qytetin, po edhe të gjithë turizmin që ofron në Kurbini, për shijuar një drek në Kurbin, për të vizituar malsinë e Kurbinit apo edhe lagunën e Patogut dhe për pasi të kryen gjithë ritet fetare. Pra, sot ne për gjatë gjithë ditës, por edhe mbas ditës, bashkia dhe bashkë me forcat e policisë shtetit janë në gatishmëri për të pas një marrëvajtje të suksesshme të këtij pelegrinazhi.